Unë jam martuar në moshën 15 vjeçë. Dhe mbi të gjitha ishte më i madh se mua, ishte gati 11 vjeç më i madh. Okej, ky ishte fati im, ndonjëherë duhet të pranosh fatin dhe duhet ta provosh. Unë e provova, por nuk ishte i duhuri. Dhe unë s'kam pasur komunikim me atë. Pse? Sepse në moment që unë fliste, thoshte hesht, po shoh ti s'di ti s'ke karakter. Dhe ka qenë kam përjetuar dhunë. Je një grua e dhunuar? E dhunuar. Sa keq më. Ndonjëherë je detyruar të pranosh shumë gjëra në jetë. I thosha, mos më bjerë më qaf, i kam thënë. Edhe mos më shaj. Ky më thoshte dhe në sy të djalit kurvë, edhe shumë gjëra që nuk thuhen. Dhe di që kam dashur dhe thosha gjithmonë, thosha, o Zot lutem, thjesht dua shtëpinë time, unë vetë 2 fëmijët e mi dhe askush tjetër. Jam lutur gjithmonë Zotit, o Zot, ku do jem lirë. Po më kanë thënë edhe ai, po iket më do ta marrësh djalin, më ka kërcënuar djali dhe prindërit më kanë thënë atëherë që po erdhen mos e merr djalin.